Ju përshëndes të gjithëve, miq të radio televizionit shqiptar. Flamurtari Teuta është një finale mbijetese në këtë fund sezonin e APIS Dent Superiore dhe ndoshta ky mund të jetë treni i fundit për flamurtarin e këtij zotërie Sinan Idrizit për të mbajtur gjallë shpresat për të qëndruar në superiore. Flamurtari që vjen nga një formë shumë e mirë me 3 fitore radhazi, ndërsa Teuta nga ana tjetër me 5 humbje rresh diku ande largimin e Kelej Dobit. Skuadra do drejtohet nga Bledar Odo, zëvendës trajnerin Plan Par dhe presidenti i Teutës zoti Troplini. Teuta, siç po thoja, do drejtohet nga Bledar Odo me të njëjtin mision që e kreu me sukses në fund sezonin e kaluar Hodo pas largimit të Martinit. Asokoja doli ta mbante Teutën superiore. Kjo sfidë sotme gjykohet nga Eltor Jan Amidi, asistentët i ri Gerçokaj dhe Ilir Tartaraj, ndërsa në sistemin VAR do të jetë Dorian Maletaj i asistuar nga Olsid Ferataj. 3 pikë më shumë Teuta, që tashmë është në barazim pikësh me shumë skuadra. Sot flamurtari vjen me këtë formacion me Alex Kovsi në port, Kantakia, Sërasho, Skuadrone dhe Vega në mbrojtje, Diavara, Pjeshka dhe Mbe. Treshja mes fushës e Meme, Maksuti dhe Bitsuka është treshja e sulmit. Ja tek është në plan të parë Hodo vetëm 2 ndeshje ka në këtë fund sezoni për shpëtuar sërish për bërë mrekullim për të mbajtur Teutën në APIS Dent Superiore. Ishin pak më të gjata vuajtjet të sezonin e kaluar që gjithsesi i menaxhoi me sukses Hodo, që sot vjen me këtë formacion me 6 mund të rikthej formacionin e tij preferuar me 3 në mbrojtje, Selmani Import, Zhongo, Yazgi dhe Kotobelli. Vila për gjoni nga krahët e mesfushës, Maçolli dhe Toli. Në qendër Boçi dhe Arifi, pas shpinës Klejdi Dacit. Kjo është 11-ja e Hodos. Përsa fokusohet edhe Andi Ribaj pas 2 parezimeve ndaj rivalëve direkt Tiranës dhe Vorës. U duk se shpresat e flamurtarit u venitën. Ishte thuajse e rënë në kategorinë e parë, por pas asaj fitore ndaj Ignatiës shpresat u ngjallën, mundën Dinamon dhe Partizanin thellë javën e kaluar. Gjithë shakati nis nga këmbët e Ralt Maksutit. Te këmbët e tij sigurisht kanë edhe më shumë shpresë i gjithë ambienti. Lonjat kryegolacionuesi i skuadrës, ylli i skuadrës për bërë dhe sot diferencën. Teuta që mund thuhet që mund të jetë e kënaqur dhe me një barazim. Një barazim që ndoshta e kombinuar me disa rezultate të rivalëve mund ta jepte që sot në kategorinë e parë skuadrën e flamurtarit. Gjithsesi janë shumë skenar në lojë. Sa po ka nisur sfida ta shijojmë së bashku. Ka pasur sfida me gola mes këtyre 2 skuadrave në këtë sezon. 3-2 mbyllin fazën e parë, një barazim 2-2 spektakolar në fazën e dytë. Por gjithë ata që e kujtojnë, flamurtari bënte një përmbysje në pjesën e dytë nga 0-1, 2-1 dhe atëherë kur mendoi se fitoria u arrit në sekondat e fundit, barazonte Yazgi për Teutën. Ka një faull këtu të Tolit ndaj Kantakias. Nuk është edhe aq e shumt. Bien sy tifozëria në tribunën përballë. Ka qenë shumë e zjarrt përgjatë gjithë sezonit edhe momente krize. Do të jetë një kryesim i fortë drejt zonës nga Erik Veiga, është preferuar ai sot dhe jo Alex Peralta. Ka disa ndryshime tek flamurtari në dallim nga ndeshja ndaj Partizanit. Vjen largimi Vegas. Me kokë goditja e lehtë aty, më pas do të kemi goditje nga këndi, me sa duket devijimi final ka qenë një futbollistit të Teutës. Shkon për të agresuar Erik Veiga, Eme Mendies.
Ememe, vjen Harkimi me kokë Zhongo fillimisht, pas Arifi që ndalet me faull avantazhin gjyqtari Amiti. Ky mund jetë një kundërshtim që mund sjell dëme tek flamurtari Daci me të parën. Pasimi i tij vrapon për Gjoni, por pasimi ishte shumë i fortë. Kantakias dalet me faull. Spostuar në rolin e mbrojtësit të djathtë në ndeshjet e fundit. Ribaj, ndoshta edhe i detyruar për shkak se mungon Todoroski dhe ndoshta nuk i besohet ai shumë Joao Urbez. Ememe zhvendoset në qendër. Pasimi shkurt për Pieshkën. Bitsuka. Edhe njërë Pieshka. Mbet topin sërish avantazhin e Hamiti. Toli. Boçi. Lëviz mirë, Muço Boçi. Pasimi drejt Tolit. Jedh një veshërim zonës. Tashmë vendos shërbej drejt Arifit. Kërgohet nga prapavia vendase. Me topin duar për Gjoni. Maçolli, Boçi. Arifi tashmë ndiqet nga Kantakias. Nuk ka asgjë sipas Hamitit. Gabon më pas mben pasim, edhe njërë Teuta me Boçi. Përvon Darkoj, devijuar topi fillimisht, më pas Maksudi kërkon gjej Bitsuka në zhvila që nuk lejon topin që të shkojë tek ai. Yazgi me qetësi e kthen tek Selmani. Toli. Boçi. Për Gjoni. Topi devijuar nga ana e Mbe. Gabimisht i dhuron kundërshtarit këtë goditje nga këndi. Vjen krosimi në zonën e vogël portierit, se nuk ka faull ndaj tij dhe njëra Alekskovski me vështirësi arrin të largojë tashmë flamurtari ta nxjerr topin vetëm për një moment nga zona, sepse mbetet ende aty rreziku. Tashmë ndalet me faull të Diavaras ndaj Tolit ky aksion, ndërkohë që vijon Yazgi, mos gabohem, që qëndroi i shtrirë në fush. Ky është pretendimi i Yazgi që ka marrë një goditje nga Alekskovski. Sigurisht çdo moment të rishiljet në sistemin VAR. Ka përfunduar ai kontrolli i shkurtër, nuk ka asgjë. Nisje dukshëm e mire të Utës në këtë sfidë. Vjen Argimi në qendër me kokë, çon në rjet, realizon Artan Yazgi 7 larti. 0-1 Teuta, minuta e 8. E cekëm. Një fillim më i mirë i sfidës dhe shpërblen me gol.
në një nga pikat më të forta. Sidomos treshja e mbrojtjes janë shumë fort në luftën ajër, kanë qenë goxha protagonistë me gola. Jo vetëm në këtë sezon, por sidomos në këtë sezon Zhongo për shembull, sepse Yazgi sigurisht njihet për një pikë fortë ashtu si Kotobelli. Luftën ajër duket i rregull pozicioni i Yazgi, ka qenë Kotobelli ai që ka qenë shkëputur shumë për te linjës, që ndoshta edhe mund të ketë marrë dy futbollistë me vete. Dhe këtu Artan Yazgi, gjithçka duket e rregull, se ndoshta një konfirmim i fundit për të parë pozicionin e jashtëloje. Po vijon e të komunikoj diçka gjyqtari. E gjas për pozicionin, nëse ishte i rregullt apo jo. Mund të qenë shumë pranë, sigurisht duhet vendosëm vijat dhe teknologjia të vërtetoj pozicionin e rregullt apo jo të Yazgjis në momentin e krosimit. Vijon të verifikohet ky rast. Shkojë gati tashmë 2 minuta me gjas mund të jetë në limite për sa kohë po merr minuta për të verifikuar pozicioni. Ndoshta mund të ketë edhe gjëra të tjera, por nuk duket sikur Yazgi shkaktonte në një faull serioz në duar ndaj kundërshtarëve, kanë përshtypjen që është vetëm pozicioni i jashtëlojës që po kontrollohet. Për sa kohë që po merr kaq kohë. Sigurisht është më ankth tek të dyja skuadrat për vendimin. Ky është momenti, ka pozicion jashtëloje. Ka pozicion jashtëloje, nuk vlen goli i Yazgjis. Ky gol që po shihni në ekran nuk vlen më. Konfirmuar pas gati 2 minutash ose më shumë nga sistemi VAR, duhet të ketë qenë në limite. Frymarrje çliruese tek flamurtari tashmë, dhe kjo mund të shërbejë pse jo si një impuls karikimi për ta zgjuar pak, sepse nuk e nisi dhe aq mirë ndeshjen. Shikoni tunelin e Boçit, por e lëshoi topin shumë nga zotrimi, më pas Kantakjas më kot pretendoi për një faull, ka goditje nga këndi. Vjen Harkimi me kokë Yazgi, ka shansin Vega, mund provoj portën Vega, bllokohet. Edhe një herë topi tek flamurtari, vjen Harkimi drejt zonës. Ememe në shtyllën e dytë, rikthen qendër me kokë në rrjet. Realizon flamurtari. 1-0. Realizon Momsirio Rasho. Minuta e 12, ja se si ndryshojnë situatat e pabesueshme, çfarë starti sfide. Nga një gol i anulluar, nga një festë e Teutës që u ndërprer nga verdikti i sistemit VAR, tashmë tek një festë e flamurtarit, por edhe këtu mund bëhet sërish aktor protagonist sistemi VAR. Ndoshta Ememe duhet kontrolluar nëse ja ka dalë ta kthej topin e patikaluar apo jo vijën fundore. Kjo është enigma, kam përshtypjen, sepse Rasho ishte tërësisht i vetëm në shtyllën e dytë, nuk ka diskutim, ndoshta edhe pozicioni këtu duket tërësisht i rregull pozicioni e Memes dhe duhet shohim vetëm nëse e ka kaluar apo jo vijën fundore. Tërësisht i vetëm këtu Rasho në portën e bëshëtisur. Ja shumë këndes këto raste zakonisht na kanë vërtetuar që ndodhet edhe në kupë bote që është e vështirë për të caktuar, sepse një kënd të krijon një ide ndryshe, një kënd tjetër të
krijon një ide tjetër. Kam përshtypjen do të jetë shumë e vështirë edhe për gjyqtarët e sistemit VAR. Është konfirmuar goli. Dhe sigurisht kam përshtypjen që protokolli në sistemit VAR është edhe që nëse nuk ka një fakt të qartë që gjyqtari ka gabuar, lihet vendimi i fushës. Në këtë rast këndvështrimi i shpesuar, nëse pamjet filmike nuk e vërtetojnë, duhet i besohet shikimit të gjyqtarit ansor. Për Gjoni. Tashmë Teutës e rikthejnë sërish makfet e javëve të fundit. Sërish të shë vetëm dizavantazh. 5 humbje radhës janë vërtet shumë, ishte në kushte komode. Në nisjet e kësaj faze 4 kishte ende shpresa për vendin e 4. Edhe ja se si është futbolli. Protagonist e me sigurisht që besoj deri në fund tek ai top. Je doli ta kthente bukur në qendër kur Rasho e kishte të lehtë për të realizuar. Në sfidat e tjera ka shënuar vetëm Dinamo. 0-0 rezultati në ndeshjet e tjera. Ka gol vetëm në Dinamo Vora dhe në sfidën tonë. Dhe sigurisht ky gol i Dinamos është një lajm i mirë për të dyja këto skuadra që janë në fushë. Si flamurtarin si Teuta në humbja e Vorës momentarisht. Shojmë njerë, tu është me vijat e sistemit VAR. Vija e verdhë është e Yazgjis me kokë, duket se ka qenë përtej linjës. Ndërsa ky është goli i rregullt i flamurtarit. Shojmë tu, e ky kënd pasporte. Sigurisht e thashë shumë vështirë për të krijuar një ide. Pasimi këtu drejt Dacit i gabuar, Rasho që luan shkurt me skuadronën. Mbe. Edhe me prapa tek Alex Kovski. Skuadrona me guxim e kalon atë situatë Kantakias. Shkurt për Diavaran. Diavara shmang të olin më pas pasimi drejt qendrës ku e Meme gabon, ndoshta do të ishte më mirë ta linte topin për Maksudin. Boçi. Për Gjoni. Macholli, kombinimet e mira tregjon që mes të dyve. Daci tashmë për Arditolin. Yazgji ishte shtyr shumë përpara Emiliano Villa, u prit vinte Yazgji. Doli sërish Emiliano Villa. Vjen argimi i Kantakias, nuk vendos të rrezikoj, bën më të sigurta, duke e larguar në goditje nga këndi. Edhe mungesë komunikimi. Edhe njëherë të është pamja që duket që ka qenë për të linjën së mbrojtjes koka e Yazgjis.
Vjen harkimi në qendër, rrezikshëm, nxirret nga zona. Vjen Boçi, shikoni sa bukur u çmarkua nga kundërshtari, por e djatha lë për dëshiruar. Që është blokuar dhe Tirana, ke kaluar në avantazh ndaj Vllaznisë. Vijon tjetë për momentin skuadra më në formë e kampionatit në këtë fast katërt. Qofse vin lajme pozitive nga humbja e Vorës, ky nuk është një lajm i mirë për flamurtarin e Teutën. Fakti që Tirana po fiton. Vila, provon ta kthejë drejt qendrës. Rasho e më pas largon mbe. Sfida është blokuar dhe Ignatia. E Nevil Dedes tashmë 2 javë nga fundi. Është ai trajneri i ri Ignatias pas legimit të Tetovës. Boçi, Maçolli, Yazgi. Fiton të rive njësore Vila. Këtu Kantakjas me njerë stafi tek ai, sepse nuk është momenti për gjeste në nerve e sipër që mund të dëmtojnë në këtë rast jo vetëm ndeshjen, por ja kjo ndeshje varet të gjithë sezoni flamurtarit. Regjia propozon një tjetër kënd që ndoshta ky edhe me xhirat nga dalë ta vërteton që topi nuk e ka kaluar. Vjen fundore, sigurisht këto janë gjitha këndet e mundshme për të krijuar gjithë ju një ide më të qartë, sepse kjo është vërtet një rast më vjore që do të diskutohet edhe me Klajdi gole në super gol. Emiliano Villa. Dërhyrje e Diavaras, por Maçolli në krahun tjetër bën që Teuta të rifitoj topin. Emiliano Villa. Me kokë skuadrone dhe mbeqe e kthen në mënyrë të zgjuar tek Alex Kovski. Me shumë ulje ngritjeve që ka pasur flamurtari në këtë sezon, Stabël mund të themi që ka qenë porta, nuk ka vuetur. Me Alex Kovskin, që kujtojmë nisi sezonin me atë gol të psuar nga mesi i fushës nga shoku i skuadrës Jose Rodriguez, kishte dalë shumë nga porta, por sigurisht doza e fajit ju faturuar më shumë Jose Rodriguezit se Alex Kovskit, por në përgjithësi ka bërë një sezon të mirë, për tjerë që grumbullohet edhe nga kombëtarja e Maqedonisë së Veriut. Rivënja nësore tjetër, që spostohet pak metra më parë tashmë për flamurtarin. Rivënja shumë e gjatë. Ememe. Diavara. Dëshluetur pothuajse gjatë gjithë kohës në linjën e djathtë nga flamurtari. Ka lënë hije në krahun tjetër Bicuka. Maksudi po ashtu. Pjeshka. Kantakjas. Shkon e pasim, gjithsesi Diavara ngulmues, Kantakjas sërish me kokë, largon në Zhongo. Mben duelin me Kledi Dacin, gjithçka e rregullt, se vjen Maçolli me shpejtësi, janë 3 kundra 3 tashmë, pasimi drejt Ergis Arifit. Arifi, topi devijuar, Alex Kovski mrekullim, pas topi i larguar nga skuadrone. Por ka pasur dhe faul të Maçollit në sulm. Shansi njëri të Teutës që u bë dhe më shumë kërcënues për Alex Kovski nga i devijim, sepse gjuajtja e Arifit
vështirë se mund ta bezdiste shumë. Në kundër kohë arrin të reagoj me dorën e djathtë më pas Alex Skovski. Ngrihet e skuadrone, asgjë serioze për të. Pasimi drejt e Memes të shmang. Meme shmang dhe Yazgjin. Është postuar shumë në krah dhe krosimi është tërësisht i gabuar. Për Gjoni. Gabon për Gjoni më pas një kafau kënde mbes. Vjen nga distanca e djathta. Kontrollohet qendrore nga Alex Skovski. Në fakt një metër gjykimi interesant i Hamitit, po cenizon fare këto faullat e lehtë. Dhe ashtu siç do duhet të jetë, në fakt një sfidë flamurtare e Teuta finale mbjetese e luftuar. Sigurisht nuk ka vend për shumë lirë të arbitrit. Faulla që mund të kalohen. Maccioli. Pasimin e të majt. Florian Përgjoni. Ka 3 futbollistë në zonë, por kryesimi është i ulët, i gabuar. Mbet tashmë. Pasimi për Pieshka. Përvendje me në vend vështirësi Kotobellin në largimin e topit, rivënia ansori i përket vendasve. Dinamo ka shënuar dhe golin e dytë ndaj Vorës. Neziri dhe Bregu, autor të goljave. Tirana udhëheq me golin e Rafa Silvës ndaj Vllaznis. Egnatia me golin e Alijev 1-0 deri tani ndaj Partizanit. Dhe vetëm sfidë që nuk është zhbllokuar është ajo mes Bylisit dhe Elbasanit. Lësë ishte avantazhin e Hamiti këtu. Maccioli. Përvendnis Arifi, një devijimi i Rashos dhe Alex Skovski shkon i pari tek topi. Yazgi. Tjetër pretendim për faul, sërish nuk është jeti mendimi, gjyqtari Hamiti. Maksuti me kokë, provoj ta ulte për Picukën, shkon tek Meme, më pas Kotobelli që ndurim për një moment duelet mesin e fushës. Pieshka. Pasimi i drejtë e Memes. Prekja fundit tuaj për Gjonet kanë përshtypjen? Jo, për gjyqtarin nënsor, ka vetëm rivënje fundore. Kjo është pranë përsëritur. Dërsa këtu dukshëm tek topi Boçi. Në disa nga duelet që nuk i ka sinjalizuar fare faulla. Hamiti edhe nga këto pamjet përsëritura ka bërë mirë. Bicuka.
Erik Veiga. Top drejt krautët ja tek kapiteni Pjeshka. Mbe. Luan shkurt me Bitsukën. Ka një ngjashmëri fizike aq të madhe të dy, Bitsuka dhe Mbe. Edhe me stilin e flokëve identik tashmë. Tu krosimi ishte i fort, i pambritshëm për asnjë, vetëm rivënje fundore për shumë drejt ezaurimit të 30 minutave. Momentalisht në garën për titull, Elbasani po fiton një pikë më shumë dhe Vllaznis, por Egnatia me fitoren saj afrohet dhe më shumë me 2 vendet e para, ndërsa sa i takon fundit të klasifikimit deri tani po busjetsh Tirana, që mund të jetë edhe më e sigurt për mbijetesën në mos 100% për nëse arrin ta ruajë fitoren, ndërsa te Flamurtari është tashmë që i bashkangjitet me këtë 3 pikësh momental me 38 pikë, Vorës dhe Teutës mbyllësi me 39 pikë për shkak të barëzimit 0-0 ende në fuqi nga Dushmuqa ndaj Elbasanit. Ignatia po rikuperon 3 pikë ndaj Vllaznis dhe 2 ndaj Elbasanit për momentin. Për ta bërë një garë treshe në fund që sigurisht do të ishte edhe më e shëndetshme për Final Fourin. Nëse edhe Ignatia afrohet edhe më shumë, por edhe nëse Dinamo e mbyll përveç fitores sotme dhe ndoshta një fitore tjetër ndaj Partizanit, edhe Ignatia edhe Dinamo mund të jetë në zonën e 4 ose 5 pikëve më pak se vendi i parë. Kujtojmë që piket do të përgjysmohen në fund kampionatit. Shohim këtë aksion e djatha, tjetër topi devijuar në shtyll. Me Safat, Pjeshka dhe Flamurtari. Për atë devijim do të kemi tashmë goditje nga këndi. Vjen Harkimi në shtyllën e parë, largohet nga Maksuti. Pas Toli rifiton shumë shpejt topin. Për Gjoni nuk u kuptua ideja e tij nga Toli. Shkon dëm ky aksion i Teutës. Ky është pretendimi i Bitsukës për faul. Emiliano Villa. Maccioli. Edhe një Villa. Lërë Mbe ka faul dhe ti.
Pjeshka. Pjeshka, pasimi drejt e Memes, ndërhyrja e Përgjonit. Rivënje nduar dëshmë Pjeshka, rivënje shumë e gjatë drejt zonës. Tjetër rivënje e gjatë e kapitenit, një prekje e Maksudit, por shkon në duart e portierit Selimani, me pas që provojt niste me shpejtësi Vilën, gabon. Djevera e kthen prapa tek Alekskovski. Kotobelli. Boçi. Përgjoni. I zhvendosur në qendër. Emiliano Villa. Nga distanca provoi Klejdi Daci. Pasimi drejt e Memes, ndërhyrja e Kotobellit, Bicuka vijon aksionin, mjaft mirë shman Kotobelli, Bicuka provon ta kthejë në qendër, gabon pasimin e tij Maçolli. Kotobelli e lë për Tolin. Pret përforcime Toli dhe gabon djallos gjithçka Maksudi. Pjeshka. Lëvizje e bukur e Pjeshkës, ndalet me faull nga Toli. Tek topi Erik dhe i gatshon çdo të cilë krosimi i tij. Vjen drejt qendrës me kokë. Largohet prej aty dhe Vega që provon të mbrojë këtë rivënjë anësore. E ka dalë mban. Edhe një Pjeshka me një rivënjë që ngjason një këndoreje. Topi që nuk largohet siç duhet nga ana e Yazgjit, tjetër rivënjë anësore tek i njëjti pozicion. B. Pjeshka e Meme. Kantakias. B. Squadrone.
Diawara arrin të rikuvërojë një top në një zonë delikate dhe përvon nisë Memen tashmë. E Memen duelin me Përgjonin mjaft mirë, Memen më pas nuk ka asgjë. Ka humbur ekuilibrin. Vetëm rivënie fundore. Kjo është dueli mes tij dhe Përgjonit. Alekskovski. Kantakja, stopi gjatë në zonën e Memes. Bitsuka për Maksutin. Maksuti lëviz bukur mes disa kundërshtarësh, sërish nuk ka faull nga Hamiti. Boçi, Daci, edhe një drejt Boçit, lëvizje e bukur e Boçit, por në fund Rasho decizive ka përplasur topin te këmbët e Boçit. Vetëm rivënie fundore. E irrituar pankina me në kryer Ribain për faullin e mos akorduar për Maksutin. Ta shohim dhe kjo përsëritje. Lësha ku është zuesisht Rasho arriti të bëndë të tijem rivënien fundore. Bitsuka, Diawara. Në mbet topin flamërtari, Përgjoni. Zhongo. Përgjoni. Klejdi Daci. Boçi. Për Maçollin që ka hapësirë aty mes linjave, Gjoele Maçolli. Pasimi përpara ku Rasho edhe njëri vendosur mirë, sërish Maçolli. Ndiqet nga Bitsuka. Mucho Boçi. Zhongo. Edhe njërë Maçolli. Arifi. Pasimi drejt Emiliano Vilës. Maçolli. Prapa tek Yazgi. Maçolli sërisht. Çekullimi gjatë topi nga Teuta. Boçi. Hakimi i tij, pjeshka. Sa i që largon. Yazgi. Maçolli. Arifi me një prekje për Kotobelli. Kotobelli përdon Tarkoj, drejtë nduar dhe Alekskovski të shkon në i top. Në sfidët e tjera e vetmi ndryshim është Ignatia që ka shënuar edhe golin e dytë dhe Partizanit. Vjen 0-0 Bylis Elbasani, 2-0 Dinamo Vora dhe 1-0 Tirana Vllaznia. Toli. Përgjoni. Daci. Nuk vjet dot në zotërim si çdo donte. Bitsuka. I vjen Zhongo nga brapa, rikuperon topin. Nga distanca përvoj Arifi, blokohet që në nise goditja e tij nga ana e Jacksonbe. Edhe njëherë Yazgi. Maçolli. Vila në krah. E shërbën tashmë. Emiliano Vila provon ta rikthejë në qendër, por kupton gjithçka Diawara. Maksuti. Është me forca pakta përpara
Flamurtari për Gjoni, përvon ta kthej drejt Kotobelli, dhe njerë për Gjoni. Toli. Yazgi. Maqolli. E lë për Tolin. Për Gjoni, vjen nga pas mjaft mirë Denis Pieshka, mbe Ememe, lëviz bukur Ememe, ndalet me faul nga ana e Kotobellit. Si Pieshka si Ememe, protagonist në këtë aksion. Kanë qenë pikat forta të skuadrës edhe 10 në kategorinë e parë. Të dy së bashku me Bangali Diawara. Këto janë 3 futbollistët që ishin lider në kategorinë e parë, sërish titullar në këtë fund sezoni ku Flamurtari lufton për të mbijetuar në elitën e futbollit shqiptar. Legon Boqi. Daci drejt Arifit, ndërhyrja e Rashos mjaft mirë, mbe më pas që i kthen për skuadronën. Kledi Daci. Kantagjes përvon topin për pare që ishte pa adres Artan Yazgi. Ishte i pa fat me fillim të sfidës, centimetret që nxorën në pozicion e shloje. Dhe i gol janë ulluar nga vari me kokë Kantakja se largon në rivënjë nësore. 3 minuta shtes në fundin e kësaj pjesë të parë. Sigurisht shtesë vetëm për ato episod të gol janë ulluar Yazgi që mori më shumë se 2 minuta. Luaj ka qenë pa shumë dalesa Maqolli nga distanca, e gabuar e djatha e tij. Kjo është anulluar dhe goli e Ignatias, edhe kjo sfidë mbetet në 1-0. Ka përfunduar pjesa e parë vetëm në Bylis Elbasani 0-0. Vijon Dinamo Vora 2-0, Ignatia Partizani 1-0 dhe Tirana Vllaznia 1-0. Zongo. Pasimi drejt Boqit, në vështirësi Boqi del bashkë me topin një zhvije sensore. Mbe i fort fizikisht në mesin e fushës. Spastohet loja tek Erik Veiga. Maqolli. Topi gjatë drejt Dacit. Arifi ka shancin. Arifi spastohet shumë në krah, nuk mund ta provojë më portën. Provon të arkoj drejt zonës për Gjoni me kokë, por jo me adres portën e Alekskovskit. Mund nisi kundër shumë Flamurtari, topi drejt e Memes, orientohet më mirë me topin lartësi Kotobelli. Toli ka pak sekonda për një aksion fundit të Teutës. Kotobelli përvon ta hedhë drejt zonës Daci me kokë Rasho. Më pas Boqi vjen edhe një herë Pieshka e më pas
E bën sërish Teuta topin të saj. Yazhi duhet nxitoj. Topi gjatë drejt Kotobellit në duelin me Pjeshkën, dy kapitenët arrin fitoi këtë rivënjë anësore. Nuk kemi një rivënjë të gjatë drejt zonës në këtë aksion të fundit të pjesës parë. Vjen rivënja shumë e gjatë drejt qendrës së zonës nga Përgjoni, më pas skuadrone ende aty Arifi gabon dhe topi larguar që vjen dhe mbyllja tashmë e pjesës parë. Flamurtari që shkon në dhomat e zhveshjes me avantazhin e tuar duelet më shumë dhe ndoshta aty vuajti më shumë Flamurtari, pati një dominim në mbajtjen e topit Teuta, që gjithsesi nuk arriti të krijonte raste të mira shënimi. Vlen për të evidentuar një gol i anulluar i Yazhis dhe më pas një rast i Arifit që pati dhe një devijim gjatë rrugës si e vuri goxhan vështirësi portierin Alekskovski. Shohim reagimin e Teutës në këtë pjesë të dytë, është ajo që fiton këtë faull. Asnjë ndryshim tek Teuta, që vjen të luajë me Selmanin, por Çonko, Yazhi, Kotobelli në mbrojtje, Vila, Toli, Maçolli, Përgjoni në sfush, Boçi, Arifi dhe Daci përpara. Vjen ndërkimi i Tolit, kërkon gjej Yazhin, sërish topi drejt qendrës, të duele me kokë, më pas Përgjoni dhe një herë tashmë vjen seriozimi për faull në sulm i Përgjonit ndaj Bangali Diawara. Njerë se pati që këtu dyshime për i faull në sulm të Yazhin dhe Kantakias, aksioni që vijoi në fund faulli ndaj Diavaras u sinjalizua nga Hamiti. Tashmë vetëm Ememe dhe Maksuti përpara, më pra njëri tjetrit, edhe Ememe më në qendër sigurisht në ndrimin e skemës, jo më i hapur në krah, por ishte rreziku kryesor aty në sulm Ememe në pjesën e parë. Një 4-4-2 tashmë i Flamurtarit. Yazhi, Vila, Maçolli drejt Kotobellit. Ekimi Kotobellit legon Kantakias për një moment, më pas nga distanca e djathta e Boçit shkon jashtë. Topi kthyer pas. Gjoele Maçolli. Diawara. Maksuti. Nuk shkon ai top tek Ememe pas largimit të Kotobellit. Kantakias. Edhe një pasimi drejt Ememes. Ka një faull fituar nga Ememe me zyrësi mban skuadrën përpara.
Ky është falli i Kotobellit. Të cilët e tjera, i vetmi ndryshim rezultati është në Ballç, ku Bylisi ka kaluar në avantazh me golin e Aurel Markut. Gol që komplikon dhe më shumë situatën e Teutës, që futet seriozisht tashmë në ethet e rënjes në një pozicion shumë pak të favorshëm. Veiga provoi kam përshtypjen portën, prej aty ndalet në murin mbrojtës. Ramani e kthen prapa tek Alex Kovski. Artan Yazgi. Zhongo. Kotobelli. Gioele Maccioli. Yazgi. Edhe një Zhongo që lirë Kotobelli në të majtë nuk e preferon. Luan shkurt sërish me Yazgi. Me kokë skuadrone, mbet tashmë Meme. Shikoni me elegancë Meme nuk ka faull për Ramitin. Daci, ndërhyrja nga prapa e Ramanit. Këtu ka faull. Ta shohim këtu. Lëvizja e Memes këtu, kontakti është i dukshëm. Është këtu faulli si realizuar për të ndërhyrje edhe kjo e dukshëm nga prapa e Ramanit. Vjen harkimi drejt zonës. Me kokë Diawara fillimisht, më pas për Gjoni, Vion Eksonin Kra. Përvon të kthej me të djathën drejt qendrës, Vila nuk e prek, më pas Yazgi. Kotobelli, edhe njerë drejt Yazgi. Yazgi, skota pretendimit për penalti është ngritur vetë shumë shpejt. Maccioli. Zhongo. Vjen ai top drejt zonës Kantakias. Legon. Artan Yazgi. Për Gjori. Maccioli. Yazgi. Për Gjoni vjen tentativa për të rrekuar, nuk ka pasur devijim, vetëm rivendje fundore. Momentalisht me këto rezultate dy skuadrat që bien Teuta dhe Flamurtari kujtëm nëse tre skuadra janë me pikë të barabarta, në fund do të llogariten rezultatet dhe sa pikë kanë marrë në ndeshjet mes tyre këto tre skuadra. Sigurisht situata mund të ndryshojë nga minuta në minutë.
Në 5 ndeshje live që vinë në radio televizionin shqiptar paralelisht në 5 kanale Diavara. Daci prodhon qëndrore e kontrollon në dy kohë Alex Kovski. Vjen Yazgi këtu që e largon në rivën janësore. Vile prapa tek Zhongo. Gjoele Mazzoli. Yazgi. Zhongo. Kotobeli. Për Gjoni. Vjen Arkimi. Topi larguar këtu. Zhongo fiton duelin me kokën dhe Maksudit. Për Gjoni mban Teutën në gjysmëfushën e kundërshtarit. Pasimi përpara. Ka avancuar vetë Zhongo. Kotobeli. Në fundit Shmucho Boci që është tërhequr pas avancimit të Zhongos. Yazgi provon ta hedhë topin drejt zonës, një devijim fillimisht i Viles e më pas largohet nga futbollistët e flamërtarit. Flamërtari mbyllur i gjithë në gjysmëfushën e tij. Tashmë të vetme në armë që do të përdorë kanë përshtypjen e shkundër sulmi. Largon skuadrone. Shtim përpara Kotobeli. Ka vetëm rivelje fundore. Maksuti me kokë, nuk e dërgon do të Kememe. Mazzoli. Kotobeli. Gjoele Mazzoli. Pasimi drejt Emiliano Viles. Artan Yazgi. Në të maj topi tek kapiteni Kotobeli. Yazgi. Kotobeli. Lëvizje shumë e bukur e Boçit krijoi hapësirën, por në fund nuk tentoi të godiste. Shpërndan lojën tek Emiliano Villa, vjen arkimi i këtij të fundit të drejt zonës me Koka Rifi, jo siç duhet, ka vetëm rivënje fundore.
E top në thellësi, vrapon Daci për del Alex Kovski. Një i lejmi mirë që vjen për të skuadra është fakti që Lukili ka vërëzuar shifrat në Bylis Elbasani. Dhe Bylis që nuk krijon atë shkëputjen në 3 pikë ndaj Flamërtarit dhe Teutës që në momentin janë me pikë barabarta. Do t'jetë vetëm 1 pikë përpara. Momentalisht vijon të mundet Vora, që edhe kjo që lejmi mirë për këto 2 skuadra. Ndërsa Tirana përfiton 1-0 ndaj Vllaznis. Kur jemi rreth minutës e 60 në të 5 stadiumet. Sfidat që transmetohen në RTS1, RTS2, RTS24, RTS Sport dhe bashkë jemi në RTS Shqip. Daci me të parë, pasimi drejt kraut të djathtë Tolje. Maçolli. Villa nuk mbyllet sponda, por me fat del topi në rrjet. Realizon Teuta me Mucho Boçen. I ka shënuar dhe 2 golet e tjerë Flamurtarit në këtë sezon. Tashmë e kthe në viktim të preferuar. Gjen dhe të tretin sezonal nga i top me fati mbetur aty në qendër. E majta e menjëhershme në shtyllën e rrjet Mucho Boçi. Shtangë Flamurtarit. Më i relaksuar të shëllën tribunën kryesore presidenti Troplini. Sigurisht është një gol me shumë rëndësi. Ta shohim edhe një herë. Villa provoi të shërbente me këtë spon, më pas ndërhyrja e Rashës u përplas në kurrizin e Ramanit dhe ai Karambol u shndrua në asistin perfekt për Mucho Boçin që provoi pa menduar 2 herë nga vendi me të majtën kirurgjikale në cepin e bordës, në shtyllë e brendshme e në rrjet, më pas Alex Kovski nuk mund bënte asgjë. Tashmë ndryshon komplet metodologjia e sfidës, tashmë Flamurtari nuk mund të mbrohet më, ndryshoi strategji. Ai që do të mbrohet është me këmbështypin e Teuta që një barezim do të ishte një rezultat i vyrë për ta. Sot ka ende gjysmore lojë në mos më shumë për llogaritur dhe shtesën të tjera emocione për të përjetuar. Kemi pasur 2 barezime dhe një fitore të Teutës në fazën e parë në këtë sezon. Kjo është përballja e 4. Vega. Skuadroni fillimisht pas bllokohet. Ramani. Finteti Ramani hezitoi për të kryesuar fillimisht. Pozicioni dyshim ti Kantakias kanë përshtypjen për këtë, po hezitonte për ta shërbyer Ramani. Ja ka ndalë të fitojë një goditje nga këndi gjithsesi në fund. I nervozuar Kantakias që ndoshta priset të shërbejë dhe më parë. Në lojë pas pak do të jetë dhe Herald Marku për Flamurtarin. Ka përshtypjen mbe, ndoshta më i rrezikuar për të larguar. Nuk qenë se duket pak e vështirë që Flamurtari luajë pa Diavaran. Shohim golin përsëritje, ndërsa tashmë vjen harkimi drejt zonës me goditja, topi devijuar nga Yazhi, që erdhi në ndihmë Selmanit pas goditjes së Jacksonbe. Edhe një herë Yazhi që feston, sikur kishte shërnuar një gol. Vetërikimi i Vegas largohet për një moment. Ramani provon portën nga ajo distancë. Tërësisht e gabuar tentativa e tij. Marku dhe Bolzan tashmë në fushë. Largohet
Kantakias? Po. Kantakias për Bolzan, një mbrojtës për një sulmues, tashmë do të kemi një ndrim kokë me kokë në përshtypjen mes fush. Është pikërisht Jackson B, e para Lemrova. Nuk është se po lëndë gjurmë. Vora rihap sfidën dhe Dinamos 2-1 tashmë. Ignatia Partizani 2-0, goli Bakayokos. Ndërsa rezultati nuk ndryshon në duelet e tjera. Ka një faul tashmë në fush. Bolzan realizoi 2 gol ndaj Partizanit. Shohim se do të ketë sërish një impakt pozitiv. Ka faul ndaj Diabaras. Squadrone. E rifiton topin Teuta për Gjoni. Po e shpesa rifitoj dhe humbet Teuta. Ramani. Herald Marku. Maksuti. E një faul nga prapa të Yazgi. Ka mbetur i dëmtuar Yazgi, për këtë arsye ndalet loja. Gjyqtari Amiti për të qetësuar disi edhe pankinën e flamurtarit për në shenjë nga kronometri që do të mas çdo sekondë të humbur. Me telefonat e ndruesi që shikoni në paginën e Teutës, po guxoj të parashikoj që janë duke ndjekur në kohë reale rezultatet e kundërshtarëve. Ky është ankthi emocionet e të luajturit njëkohësisht në 5 stadiume, ku shpeshherë fati nuk është thjesht në këmbët e tua, dhe duhet marrësh dhe një ndihmë nga ndeshjet e tjera të rivalëve. Duket pak më i rëndë se që parashikohen në fillim. Dëmtimi i Yazgi. Nuk e pasur ndonjë çarje në pjesën e vetullës. Top drejt krau të majt për Vegën, Toli që largon me kokë. Maksuti. Emiliano Villa kërkon të përfitoj. Ka faul në favor të Vilës.
Kjo është ndërhyrja e Maksutit. Pjeshka. Hamza Ramani. Vega. Vetëm o shafi në ndjes Bolzan qendër. Vila. Top sërish karambol, Ramani provon të gjej Bolzan. Largon Zhongo të shpën. Pjeshka. Bolzan. Diavara. Edhe një Pjeshka. Prapa tek e Meme. Diavara. Lëviz shumë bukur me kundërshtarësh. Diavara më pas u mbet ekuilibrin, u mbet dhe topin. Boçi përvon të nxjerr përpara Teutën, ndalet me faull këtu nga Ramani. Ka përshime dhe kartonin verdh, po do shkohet Ramani. Faull taktik i tij. Sërish marrë pak sekondash Boçi që këmbgul që kërkon ndihmën e stafit mjekësor, është i bindur Hamiti që këmbgul që lojë do të vijojë, kërkon të largojë gjithë lojtarët e Teutës me bindjen që Boçi po kërkon të fitojë pak sekonda më shumë. Rasho me kokë. Pjeshka. Me një prekje. Kombinime shumë të mira këto të flamurtarit. Pjeshka provon, por nuk është askush aty në shtyllën e dytë, vrapon Vega, nuk e mbrin të topin. Vetëm rivoj një fundore. Ka rivë një ansore dhe shumë. Këtë futbolist i shtrije në fushë, këtë radhës Gjojle Maqolli. Pjeshka, provon gjej Bolzan për para. Shkon kot Tobelli pari tek topi që largon fuqimisht drejt mesit fushës. Daci më pas nuk e mbron të topin. Provon dhe shkon kovones të këmbët e kundërshtarit, ndëshkohet me karton të verdh dhe Kleti Daci. Vega. Gerald Marko. Maksuti. Ramani.
Edhe njerë kjo ngullja e Flamurtarit, tashmë zhvendoset në krahun e tij tek Meme. Vjen Arkimi drejt zonës. Për të harruar dhe ky. Për momentin, edhe pse po parezon, Flamurtari nuk mund të konsiderohet zyrtarisht i rënë. Është 3 pikë pas Bylisit. Bilancin me ndeshjet me Bylisin e kanë favorin e saj. Është dhe Teuta tashmë me 39 pikë. Po ai sa Bylisi. Teuta e ka në favor bilancin me Flamurtarin. Nëse gjërat përfundojnë kështu, do të ishin 3 barazime dhe një fitore e Teutës, ajo fazës parë. Teuta që edhe bilancin me Bylisin e ka në favor me 2 fitore. Një barazim dhe një humbje. Në situatat kur 3 skuadra do të jenë me pikë barabarta, pra gjithsesi Flamurtari kurse si nuk mund të pajtohet me këtë barazim që do të linte shanse vërtet shumë minimale për të shpresuar tek java e fundit që do të mundeshin edhe Bylisi edhe Teuta dhe do të fitonte vetë ndaj Vllaznis. Shanse vërtet minimale, pra. Pikërisht për këtë arsye po sulmon me çdo kushte për të gjetur një gol fitoreje. Për ndryshe vetëm matematika mund ta mbante në lojë deri në fund. Në praktik thuajse e rënë. Vjen Argimi drejt zonës. Nxirret prej aty. Vetëm rivënia njësore duhet nxitoj Veiga. Ka pranë Ramanin që e shërben. Top drejt zonës, i larguar. Skuadrone. Nga distanca e Meme. Mbi kuadrat. Pak mbi kuadrat e goditje. Në sfidat e tjera janë një po 2 lajme negative për Flamurtarin dhe Teutën. Vora ka bërëzuar ndaj Dinamos nga 2-0, 2-2 dhe Bylisi tashmë ka kaluar sërish në avantazh ndaj Elbasanit në minutën e 81. Tirana vijon të udhëheq ndaj Vllaznis dhe Ignatja Partizani 2-0. Goditje dënimi tashmë për Flamurtarin, është të shkuar dhe Zhongo me karton të verdh. Herald Marku prodhon nga distanca tentativa, shkon jashtë e Markut. Kontrollon mirë gjithë pasurën e portës Selmani. Distanca ishte vërtet shumë e largët, por potente e majta e Markut. Diavara.
drejt e Memes. Tashmë vjen si lezimi, edhe pse pak me vënesë. Duhet ta nisë edhe një herë lojën në flamurtari, ndërkohë Borxhan është ndëshkuar me karton të verdh. Jetë Marko që herkon. Vjen krosimi shumë i fort i Herald Markut. Veiga arrin të fitoj rivënjën anësore. E një shpejt drejt Borxhan mes dy kundërshtarësh. Borxhan humbet topin pa faull. Silmani drejt Përgjonit. Në zonë kërkohet Daci. Rasho i afrohet me një herë, humbet topin Daci. Pjeshka mjaft mirë, shmang dy kundërshtar, përvon dhe një të tretë. Nuk ka faull më pas ndaj tij. Kundër sulmit tashmë për Teutën, shumë i rrezikshëm. Daci, 1-1 me Rashon. Daci shpostohet në qendër, Daci provon. Alex Kovsi kushton. Më pas Ramani dhe vjen si realizimi për pozicion jashtë loje. Pozicion jashtë loje. Çojmë ja Rifit tashmë në momentin e dytë pas pritjes Alex Kovsit apo që në fillim për Daci. Gjithsesi për sa kohë ai top nuk shkoi në rrjet. Nuk është se përbëndet shumë interes. Rasho drejt sulmit tashmë rëshket për një moment Pjeshka i jep mundësinë Kotobelli që shty përpara me top. Kotobelli arrin fitore deri rivënjën anësore. Ja, ka qenë Arifi në pozicionin e shloje. Momentin e goditjes së Dacit pas pritjes së Alex Kovskit. Përgjoni. Ramani arrin fitoi rivënjën anësore. Lucio Squadrone. Në kraun e djathtë tashmë. Pjeshka. Pasimi drejt e Memes. Ndërhyrje saktë për Gjonit. Daci. Kombinimet mira të Teutës, gabon Daci në fund. Marku për Diavaran. Diavara për Ememen. Ememe përvon të hynë driblim. Me krosimi i devijuar do të kemi goditje nga këndi. Lushaj dhe Oshafi në fush. Largohet Rasho, autori i golit. Largohet dhe Ememe. Vjen arkimi i Vegas drejt shtyllës dytë, deciziv Selmani. Ka 3 futbollistë të shtrirë në fush, edhe portieri dhe loja nuk mund filloj pa portier. 2 futbollistët e Utës tashmë që qëndrojnë të shtrirë
Kjo ishte e përplasja. Nëse Maksuti aty duket qarë që godet një kundërshtar, edhe Haralam Qaçi do t'jetë në fush. Mendon dhe Hodo për të përforcuar prapavia, gjithmonë nëse do të largojë ndonjë mesfueshor apo sulmues. Kam përshtypjen që Daci është Kledi Daci që largohet. Do të mbetet tashmë pa një pyk përpara, por me dy futbollistë të shpejtë si Arifi dhe Boçi për të shfrytzuar shpejtësinë. Shohim nëse është Daci apo do të ndrohet numri në tabelën. Sepse nuk e ka marrë ende sinjalin Daci për të dalë. Shohim jo, mëse duket të shndruar numri, jo Daci por Arifi. Shndruar është në numri në tabelën elektronike. Shikoj që edhe shtesa do t'jetë shumë, minimalisht 5 minuta për këto vonesa. Hamza Ramani. Pasimi drejt Vegas. Vjen rekimi i Vegas drejt zonës. Pas Marku përvoi të godiste me një herë, nuk u koordinua siç duhet. Diawara përvon ta rikthejë edhe një herë drejt sulmit. Mjaft mirë Roshafi, Veiga përvon në ty në duel me Yazgjin, e blokon mirë Yazgji. Edhe njërë Yazgji që përvon të largojë një sekundë sulmi dhe shmate uta Muço Boçi. E afrohet Diawara, gabon Boçi. E dërgon drejtën duart e portierit Alex Kovski. Maksuti. Bolzan. Bolzan drejt pjeshkës. Ka shansin Lushaj. Pa shumë forcë, e kontrollon Gentian Selmani. Nuk ka ndryshime në sfidat e tjera. Vetëm ndryshim Vllaznia që ka marrë karton kuqe Satmala në Tirana. Vllaznia vijon mbylljes së dodheq 2-1 ndaj Elbasanit me golin e Pedros, tashmë mund të jetë decisiv. 2-2 Dinamo Vora, 2-0 Egnatia Partizani dhe 1-0 Tirana Vllaznia. Ka një futbollist tashmë të utës është Përgjoni, i shtrirë dhe pak e tensionuar tashmë dhe tifozëria aty pranë. Tashmë minutat që kalojnë, sekondat që e zaurohen janë armiku më i madh i flamurtarit. Është momenti që ka mbetur i dëmtuar për Gjonin, ka vijuar loja ndërkohë. Emiliano Villa vjen sakt pas shpine, i merr topin kundërshtarit. Skuadrone. Maksuti prapa dhe njerë Skuadrone. Mund të ndroj krahun e lojës. Lushaj. Mes dy kundërshtarësh provon të hyjnë triblim, edhe njerë ju rikthye topi, por nuk e shfrytëzon siç duhet. Skuadra e flamurtarit për Gjoni për vonesa loje është ndryshuar me karton të verdh nga gjyqtari Ahmiti. Selmani përvoi të niste me njëherë tashmë Dacin. Daci që e merr mjaft mirë topin.
I afrohet Diawara, Daci më pas shferon imagjinatën, provoi ta driblonte sërish kur ishte vija fundore shumë pranë. Skuadrone drejt Lushajt me kokë Oshafi. Oshafi provon zhvendoset më në qendër e humbet topin. 5 minuta shtesë. Denis Pjeshka. Topi i larguar në nivel njerëzore. Erik Veiga. Në largoj Teuta Boçi. Le avantazhin gjyqtari pas fallit të Boçi ndaj Lushajt. Maksuti ngatërohet ai top në përkëmbë, gabon dhe Maksuti. Artan Yazgi e humbet topin, më pas shkakton faull ndaj kundërshtarit. Skuadrone provojnë të nxitonte, ka tension për plasje. Zvejgës dhe Yazgjis do të shkohet me karton të verdh Yazgi. Shkojnë gjithë për pare dhe shmë tek flamurtari. Shumë pranë Boçin, muri mbrojtës, këto janë protestat e pankinës flamurtarit. Vjen largimi i Veigës drejt qendrës, me kokë Diawara e ka nduar Selmani. Ka vijuar shpejt lojën flamurtari. Maksuti këtu pretendimi për prekje me dorë. Maksuti vjen aksionin dhe njëherë Maksuti me dy kundërshtarësh në fund bllokohet Maksuti. Tashmë topi deli jashtë vijës ansore dhe të gjithë janë të çmendur në protesta. Tek flamurtari sërish dora tek kartoni i verdh i fton të gjithë të qetësohen. Tekniku sigurisht tashmë tensionohet dhe më shumë situata, të gjithë të çmendur duke kërkuar atë top të prekur me dorë të Yazgjis. Tashmë janë shumë kritere që rishikohen sepse kanë përshtypjen që prekja me dorë është e dukshme, por duhet parë pozicioni i dorës, janë gjithë interpretimet për momentin gjithë në protesta tek Eldorian Hamiti nga përsëritja do të kuptojmë dhe ne diçka më shumë. Pozicioni është dukshëm i rregullt i Maksutit, më pas provojnë triblimin ndaj Yazgi dhe këtu dora duket pak sa e hapur, kanë përshtypjen nga ky kënd. Dora nuk duket e mbledhur pas trupit, vetëm distanca shumë e afërt me Maksutin mund ta ndihmojë. Ky është momenti. Shohim gjyqtarin në vendimin që do të marrë, nëse do të shkojë në monitor apo jo. Do të vijoj loja. Ka përshtypjen nëse një kriter është dora e hapur, ndoshta kriteri tjetër është fakti që ishte shumë pranë dhe natyrale lëvizja e dorës Yazgi. Nuk ka ndërhyrë sistemi VAR, ka lënë vendimin e gjyqtarit fushës dhe sigurisht pas këtij momenti flamurtari mund kapet gjatë, kanë përshtypjen. Tu ka dhe tension skuadrone, kanë përshtypjen që pas goditjes me kokën e kundërshtarit rrezikon dhe kartonin e kuq. Ja, dhe është kartoni i kuq në dorën e Hamitit. Ka shumë tension tashmë që pas atij episodi më viole. Kanë përshtypjen që i kuqi do të jetë për
skuadronin, shohim në këtë rrëmuj të madhe tashmë është e vështirë për të kuptuar kartonet. Këtu taka ka qenë shumë lart e Joele Maçolli, kam përshtypjen që i kuqi është për të. Gjyqtari po priti që të ngrihet, ka të kuq tashmë edhe për dikë, për trajnerin e portierëve, dinë tek flamurtari. I kuqi ishte për Joele Maçolli, me takat e ngritura është ndëshkuar vetëm me karton të verdhë skuadrone. E mbyll me 10 futbollistë skuadra e Teutës fundin e kësaj sfide. Ka tashmë këtë goditje dënimi, kanë fituar Bylisi, kanë fituar Tirana, janë mbyllur sfidat momentalisht Barazim Vora, por të shohim vëmendje tek sfida jon tashmë. Ku është dhe fokusi kryesor. Do të shkojë tashmë tek pankina e Teutës. Edhe aty dikush për të ndëshkuar me karton të kuq nga stafi i Teutës. Vjen arkimi drejt zonës, një prekje fillimisht e Bolzan që ka shkaktuar faull në sulm për goditje me tak në fytyrë kundërshtarin. Amiri që edhe njëherë i bën thirrje jashtëgjithë që mos ta egzagjeroj me pretendimet për dëmtim. Nuk ka ndërmend të thrasi dërhyrjen e stafit mjekësor. Tashmë jemi 2 minuta mbi shtesë, shohim dhe sa do të luhet, sepse pas asaj situate të krijuar më pretendime për penalti, pati shumë protesta, vonesa. Vjen shkelmimi i Selmanit dhe e mbyll këtu sfidën Eltorian Amiti, flamurtari i Teuta. Nuk ka fitues, sigurisht është një rezultat i favorshëm për skuadrën e Teutës dhe